Tyja pse na mbledh sot se paga që ka desht më ekzekutu nuk është ekzekutu ende. Është data 7 sot, me kontrolë kem drejt deri me datën 5 me prit. Pas datës 5 ende nuk është ekzekutu. Arsyeja pse na mbledh sot nuk janë gjithë, se do i kena lënë nëpër pika për shkak që mos me neglizhu krejt punën, po sidoqoftë po presim sot gjatë ditës mu ekzekutu. Qëllimet tona është që i bëj thirrje edhe kryetarit Zotëri Përballem Ramës që let reflekton diçka ndaj ndërmarrjes tonë, e cila është bajegje në krizë. Nuk është hera por që kem të loshe për paga, po thoja se çdo muaj të e prit apo del a nuk po del. Pe kryetarit komunës nuk kena marrë përgjigjja le, jem të e prit, po thojni subvencion, po alo nuk ka diçka konkrete. Jem të e prit edhe rregullorën me u dalë në publik, me hecë për para, po ende në pritje janë. Nëse sot gjatë ditës nuk ekzekutohen pagat, na si sindikat veç kena me vazhdu me protest paralele. Nuk kanë me punu punëtor deri në momentin që të ekzekutohen pagat. Momentin që ekzekutohen pagat, na kanë me vazhdu deri në momentin që të vjen kryeshefi i ri, të rregullohet rregullorja, po presim financim, po presim bashkëpunim, po presim edhe prej komunës me na ndihmu me marrë ndërmarrje se jem bajagje në krizë. Kemi takime, kemi pas të rregullta me ndërmarrjen gjithë kohën. Edhe i kemi paralajmëru, ju kemi dhënë një lloj ultimatumi që nëse ndalet rruga, nuk del në kohën e caktuar, na do të ndërmarrim çim të boçtash. Do të bëjmë protesta. Nuk ka kurrë arsyetimi, nuk mujna me prit më. Kjo është që 3 vjet të ndodh. Na jemi të vazhdu gjithë të lyp kërkesat tona, kërkesa që na atakojnë, se na jemi të kry punën tonë ç'a lypet. Jemi 100% gjithë jemi në punë, punojmë, kur s'nalmi këta, çka bojnë mrena, çysh i veprojnë sen të vita, këta e din. Le të rregullojnë këta pjesë të vita na tonat. Le të ecin këta me gjitha fuqitë që i kanë, le të bisedojnë me ko kanë me bisedu. Na nuk i ndërprejmë, ta nuk i nalim kur gjë, na punën tonë e kryjmë. Ju kemi tregu, bati 5 nuk ekzekutohen pagesat, na nalim punën. Kështu do kemi vepru, kështu do veprojmë edhe në të ardhmen. Nëse ekzekutohet sot, sipas disa fjalëve që bën në pyetje, po fliti që sot do të ekzekutohet, prap kthehemi në punë. Vjej 5 tjetër, prap do të ndërprejmë. Derisa gjiten një zgjidhje, kjo nuk është zgjidhje, kështu kjo nuk është në rregull.